Obeziteti po bëhet gjithnjë e më shumë një problem serioz i shëndetit publik në Maqedoninë e Veriut. Sipas të dhënave të fundit, deri në 65% e qytetarëve ka në indeks të lartë të masës trupore, ndërsa rreth 30% përballen me mbipeshë. Këto statistika tregojnë se problemi i kilogrameve të tepërt po bëhet një nga sfidat më të mëdha shëndetësore në vend. Me rastin e ditës botërore të obezitetit, Ministria e Shëndetësisë në bashkëpunim me Organizatën Botërore të Shëndetësisë nisi një fushat me moton rrethi i mbështetjes. Për të humbur peshë më lehtë, mos gjykoni, ndihmoni. Qëllimi i fushatës është të rrisë ndërgjegjësimin publik për rrezikjet e obezitetit dhe të nxjisë më shumë mbështetje për njerëzit që përballen me këtë problem. Ndërkohë, Fondi për Sigurim Shëndetësor propozon vendosjen e taksës mbi sheqerin, si një mas për të inkurajuar ushqyerje më të shëndetshme dhe për të nxitur industrinë ushqimore të ofrojë produkte me më pak kalori dhe sheqer. Organizata Botërore e Shëndetësisë paralajmëron se problemi është serioz edhe tek më të rinjt. Sipas të dhënave të tyre, çdo i treti fëmijë në Maqedoninë e Veriut ka probleme me peshën trupore, gjë që tregon nevojë për më shumë aktivitet fizik, ushqim më të shëndetshëm dhe reduktim të zakoneve të dëmshme.